Nuk ka vetëm të mira që na konvenojnë neve, po ka edhe detyra. Detyra kryesore e demokracisë është ta pranosh mendimin e tjetrit. Se fundi fundit, sovrani e ka dhënë vendimin. Njëri fiton, tash ne bashkohemi. Po të ishte një nacional, atëherë do ishte rezultati ndryshëm. Mirë, po ne përveç anës problematikës që kemi në lidhje me demokracinë, pra respektin e mendimit të tjetrit, kemi tash fatkeqësisht e kemi edhe anën nacionale, se tash do të ketë një polarizim total. Do të thënë, garat do të zhvillohen pala slave me palën shqiptare. E tash ne patjetër duhet ta respektojmë principin, parimin fundamental të demokracisë, ta respektojmë mendimin e tjetrit, ta respektojmë rezultatin e zgjedhjes. Edhe këtu besoj që nuk duhet të ketë lëshime, se po lëshuam, e gjithë kjo energji që u investua deri më sot, do të shkojë kot. Se në shtetet demokratike perëndimore gati nuk flitet për anën, flas për Zvicrën ku jetojmë, nuk flitet ana frankofone, gjermanofone, po italofone, po ku ta diun, po flitet për demokracinë e pastër. Këtu i shtohet edhe ana kombëtare te ne. E tash, në qoftë se atë energji, qoftë njerëzore, po edhe materiale që është harxhuar në rundin e parë, nuk e kanalizojmë si energji të përbashkët për t'i bërë ballë palës slave, ne do e humbim. Kjo është e qartë. Dhe t'ju them të drejtën, i shikoja disa postime, pak më shqetësojnë personalisht, se pa e cekur, po e din vetë, njëri prej kandidatëve thoshte unë nuk kam guximin që t'i rekomandoj partizanit tim që ai ta përmbaj fitusin e shqiptar të rundit të parë. Nuk më duk shumë fair play, ju them të drejtën, nga ana e demokracisë, po edhe nga ana kombëtare, tash drejt që e marr, ne edhe një lojë futbolli do e bëjmë, le të fitojë më i miri. Fitoj, radhën tjetër do fitoj unë. E kështu me radhë, po ne kemi këtë anën kombëtare. Se në qoftë se, për shembull, diferenca ishte shumë aritmetike rreth 2000 vota. Po në qoftë se 1000 për shembull shkojnë në anën tjetër, ne do i kishim rrezik. E për atë i bëj thirrje praktikisht zotin Limani që t'i harroj zënkat në përfitim të çështjes kombëtare. Se këtu fundit qyteti jon për herë të parë pas viteve 2000, praktikisht ka pas një administratë shqipe, e di që s'ka qenë e përkryer, e di që s'është e përkryer. Mirë po, përparësitë që i kemi patur, janë të pakrahasueshme. Ne nuk jemi shumë të ri. S'paku 50 vjet i mbaj mend. Edhe i mbaj mend të gjitha periudhat gati mas luftës, nga vitet 70. Dhe këtë komfor, e them, që e kemi patur ne këta vitet e fundit, fatkeqësisht kemi rrezik që ta humbim, edhe ta humbim për një, do ta përdor termin kështu, një kokfortësi, se nuk do t'ju rekomandoj votuesit tim që ta përmbajë jetën. Po dojtë ta tejkalojmë këtë fazë. Dojtë ta tejkalojmë dhe të ecim përpara, se të gjitha rrugët na shpjejnë në Këshillin Komunal.